mishin e kalit a ban me hangër, në të kuptimin a ban me prej kalin edhe me hangër mishin. Po mënona mjë fol taman si shqiptarve që që folet. Na shqiptarët jemi interesant, kanë herë, për shembull, me na qit mishin e kalit në restorant, nuk e kem shumë problem me hangër. Me prej kalin e kem problem. Do më thënë na, kanë herë nuk i këshyrëm senet bash, a janë halal apo haram në fej, kanë herë i këshyrëm edhe a jena të mësum na me këtë qështja ajo. Ti jo musliman, kur nuk e hanë mishin e kalit, pyetja është, pse nuk e hanë? Thu se në fej nuk ban, tash pe këshyrëm me fej, a ban me hangër mishin e kalit? Po mënona me kanë e qartë musliman se kanë herë është problem. Kali dihet që mas shumë të përdoret, por ose me livru, ose me hyp në ta, ai paramendua e thënë kamën kali. Qa me batash me ta? Me kap me gju? Po edhe për qef. Me prej kalin. Ska sanaj. Nuk ka grumbullu san. Po ardimni. Bora. A ban me prej kalin me ba ushqim për veti dimnit. Kjo është që ban me dit na musliman. Por para kali është përdor për luft. Por ata dhe ka pas për djetarve që kanë thënë nuk ban me hangër, por shkak se paramendu si me marë tenkon me prish para luftës. Nuk është e logjikshme në atë kuptimin. Mirë po kjo kohë nuk është tashma. Man kali edhe pse nuk në nënçmohet, hala përdoret kali në për lufta. Te edhe në luftë Kosovës është përdor kali shumë, është përdor kamari, do nuk në nënçmohet. Mirë po në çështje a është halal apo haram mishi tina, kjo nuk luan shumë rol. Ajo që ka luan rol është ajo që është përcjell prej Rasulit alayhi salam. Kallzon Esma, çika Abu Bakrit radiallahu anhuma, thot jena kanë Medinë. Në Medinën e Rasulit a.s. Në kohët shokëve të Rasulit a.s. Edhe e kena prejni kali, edhe e kena hangër. Medine. Dëmëhan, pse po ta theksoj kështu në Medine? Se në qovë se dikush ka bo gabim. Në Medine të Rasulit a.s. Nëse dikush e ka bo në gabim, e këshin marrë veshkete, e këshin thonë, hej, mishin e kalit për hana, dëmëhan, e kanë prej, e kanë hangër. Në Medinën e Rasulit a.s. Shokë të Rasulit a.s. Masanina nuk kemna që diskutojmë rreth kësajna. Të më thënë, shkortimisht, ki problem me kalin. E ka thy kamën, është plak, nuk më në punu, nuk më është me hyp ma, nuk i ushqim për dimër, edhe donë me prej me ba ushqim për vete, lejohet, nuk ka kur gjatë keqe. Po edhe për qef ban, edhe për qef ban me prej. Unë për vetën teme, me pas mënsi, sa dhe pres një. Pse jo? Ku është problemi i kësajna? E tash dikush ka mundësi me thonë si na mësu, nuk kena mësu, kjo nuk është fej vëllai. Kjo nuk kena mësu na, kurse kena ba na, nuk është fej. Për kundrazi, mos harro shumicën e rasteve rasullt të dërguar të Allahut janë kundërshtu me qëta baballarët tonë se kanë ba, se bojmë as na. Domthon, mos u ba për aty njerëzve që thu baballarët tonë se kanë ba. Se kanë ba, pse a ka prej lo baba jeta? Pas lopë s'kina prej, në s'kina prej kur gjatë, se s'kina pas, Allah. Unë po foli për shtëpinë teme. Nuk e moj men që kina prej në herë pas tërmë që thoi në lopë, për shkak se s'kina pas, musliman. Në lopë e kina pas krejt. E të është tipi merë argumentat, kjo nuk miret argument. Dikush e ka prej, dikush se ka prej, kjo është tim tjetër. A i që ka vëdu me thonë, është se kur kanë më se merë argument. Këshër në hadithe, a ka argument që e kanë prej, e kanë hangër. Në rregullim, e pret, e hanë. Kjo që ka thashtash, për ata që është të nejtë, të këshyrë veç video, por ato ka mundësi me i bo problem kjo, a por ato që e ka një kali edhe ka një problem. E ka thy kamën ai. Me thirë mjekin i del 500 euro, e kali ka 300 euro se dimni tash. 300 euro vlerë. Kjo që ka për thamë është letësim për ta. Kështë që në përfoli, për ata njerëz që kanë nevoj me mësu diçka. Nuk po foli për ata njerëz që kanë qef me debatu, me ata kurse marrë, alhamdulillah rabbil alamin. Thamana, na nuk jena shumë mësum, mirë për nuk ka kur farë problemin qovë se e pret një kali pik për qefi e hanë. E lere ma kur kina i vështërsi, me kalin e pret e hanë, nuk është problem, e qkep, jab dikojna, firë musafir, ju ka zëhën që është me shikalit, nuk ka kur farë problemit e musliman. Edhe krejt për fund, thash për foli shqiptarve, por ata për thëmë edhe qëta. Shpesh burrat nuk e kanë këtë problem. Burrat e presin kalin e hanë, që shtojnë burrat për natyres, veç një qofë se i thu haram, atër se prej, ka më për në lyqe e pret e hanë, burë është aje. Zakonisht janë edhe gratë ato që i bojnë probleme në atë kuptimin, unë se pres, unë se ha, unë se pregaditi, bashka dush, e njohëm në njerëz që janë. Ti, po të foli si muslimane, në qofë se je muslimane,
edhe priton me përgatit ushqimin, atëri e gabim për shkak se është ushqim, nuk në nçmohet ashtu. E në qofë se jeti asi që thu, o në muslimane nuk pritoj me përgatit, mirë po kali, atëri me fillim të kalzova, qika Ebu Bekrit, ka përgatit, ka në hangër, e ti si muslimane sotit se përgatit se hanë, pse? Do më thonë, nëse ki prej menje mansise, prej demelise, për këto s'po mirë na, të mirën familjarët e tu me ty, unë po foli për fe, qofë se ki për fe, qika Ebu Bekrit, e ka prej, e ka hangër, e ka përgatit, kush jem namës me ba, si gru të foli. Shkak se e një natyrën e shqiptarëve, që shë një ti natyrën e shqiptarëve, do më thonë, bure e pret, nëse ka pikë probleme, veç i thu halala e pret, e han, e ka qëtë lirë, e plen, pse ja, e ban me shpërdimën. Pe fillimi thash po foli për shqiptarët, për shkak se në fej kur të falë shumë musliman nuk është diçka që do të me folë ti ku me diçka. Do të më mënu me një mu vllazër e tu që është kanë një mua të para teje, ose që është një muajnë edhe sot njerëzit kalzojnë diçka për fej këzohesh, e mësan, ç'to folet, man, e këshyrën fejnë, e mësojnë bashkë fejnë, edhe folëm si të shpija. Allahu Azza wa Jalla na lehtësoft e na bëj prej muslimanëve të mirë.